A ka shumë shqiptarë atje, Marash? A mujtë me hulumtu? Edhe kjo a diçka interesant. Jam njoftu me dikan atje, edhe ai më ka thënë që ai e nje vetmin shqiptar që jeton në Venezuela, se babgjyshi ati ka shku në Venezuela si migrant para shumë kohë, edhe ai më ka thënë, unë jam i sigur që kjo është vetmja familje shqiptare në këtë Venezuelen, edhe ai u kon shoku shumë i ngushtë i atij, edhe bonë muhabet, në fakt atë shqiptarin vetë nuk e kam njoftu, po ta jemi lidh tash me WhatsApp edhe po bëjmë muhabet. Emrin e ka Stavros, përshëndes të vetmin shqiptar në Venezuela. E takove? Tash nëpër mes WhatsAppit kemi bu pak muhabet. Më origjinë babgjyshin e ka pas nga Korça. Jeton në Venezuelë, edhe pak e din hala Shqipen, prindërit e ati edhe gjyshërit e din hala. Po nga cilit shqiptar kishte frikë kryeministri i Venezuelës valla që po ato janë aty s'pas ka shumë shqiptar. Besoj shqiptar që tash kohëve të fundit shkojnë aty. Shkojnë, bojnë biznese të ndryshme. Gjigant na ta rrotullojmë shtetin kur të kapim. Na shqiptar kur shumë më mirë. Venezuela për vendeve më të mirë që e kam shetit. Bravo. Edhe mos ju besoni mediave çdo sen. Bukur. Edhe unë them mos ju besoni media ose mediat shkruajnë vetëm zi për klikime për gjona, si shkruajnë për vendet tona, për Kosovën, për Shqipërinë. Çfarë shkruajnë, po realisht më mirë se sa në Kosovën, Shqipëri.